Prej disa ditësh në rrjet po qarkullon një lajm se bashkëshorti i një punojëseje të Bashkisë Tepelen ka denoncuar në komisariat se gruaja e tij e ka tradhtuar me ishkrye bashkiakun Tërmet Peçi. Disa media raportuan se bashkëshorti i saj ka bërë një kallëzim penal për përdhunim dhe kërcënim. Aktivistja e Partisë Socialiste Elda Xhakollari, gruaja për folur në këtë ngjarje, ka reaguar në një shkrim të gjatë në Facebook duke përgënjeshtruar lajmet. Xhakollari shkruan se bashkëshorti i saj nuk e ka kapur me ishkrye bashkiakun e Tepelenës. Gruaja paralajmëron se ka denoncuar çdo person që sipas saj ka trilluar historinë. Ajo thekson se ishte një situatë pune dhe as pak ashtu siç shkruhet nëpër media. Reagimi i plot. Fjalët më janë bërthyer në shpirt, por tani duhet të dalin. Prej disa ditësh janë bërë subjekt lajmesh të pavërteta dhe shpifse që kanë qarkulluar nëpër portale dhe rrjete sociale. Një situatë thjesht pune është keq interpretuar, është nxjerrë jashtë çdo konteksti dhe është kthyer në një histori që nuk ka lidhje me realitetin tim. Ajo që më dhëm më shumë nuk është thjesht përmbajtja e këtyre lajmeve, por dëmi emocional që ka shkaktuar tek unë, familja ime dhe mbi të gjitha tek 2 fëmijët e mi të mitur. Ata nuk e kuptojnë pse nëna e tyre përflitet, pse njerëzit flasin pa ditur asgjë, pse dikush shpif, por ata e ndjejnë gjithçka dhe kjo më copton më shumë se çdo gjë tjetër. Unë nuk po kërkoj mëshirë, po kërkoj drejtësi dhe ndjeshmëri, po kërkoj që njerëzit të mos gjykojnë pa ditur, të mos lëndojnë pa arsye dhe të mos shpërndajnë lajme që shkatrojnë jetë të vërteta. Asgjë nga ajo që është thënë nuk është e vërtetë dhe çdo hap i nevojshëm ligjor është duke u ndërmarrë, jo për hakmarrje, por për të mbrojtur të vërtetën dhe për t'u thënë mjaft më. Për më tepër, dua të theksoj qartë se bashkëshorti im nuk ka bërë asnjëherë deklaratat që thuhen nëpër media. Çdo fjalë që pretendohet se është thënë prej tij është trillim dhe për këtë çështje do të ndiqen të gjitha rrugët penale dhe civile kundër autorëve të shkrimeve shpifse, si dhe atyre që i kanë shpërndarë. Ky është një sulm i koordinuar, i ulët dhe i tmerrshëm, jo vetëm ndaj meje si njeri, por edhe ndaj familjes sime dhe veçanërisht ndaj fëmijëve të mi të mitur, të cilët janë ekspozuar padrejtësisht ndaj kësaj dhune publike. Nuk do të lejoj më askënd të më përdor si kavje për t'u gjykuar nëpër portale që bëjnë lajme me kafe dhe komente Facebooku. Asnjë hap nuk do të mbetet pa u ndjekur. Dinjiteti im, puna ime dhe familja ime nuk janë për t'u prekur dhe çdo njeri që ka menduar të më godas do të përballet me forcën e ligjit. Ky nuk është vetëm një sulm ndaj meje si individ, është një atentat ndaj të drejtës për privatësi, ndaj etikës dhe mbi të gjitha një përpjekje për të më gjykuar publikisht pas një provë në mungesë totale të së vërtetës. Familja ime është e lënduar rënd dhe ky dëm nuk do të kalojë pa u trajtuar institucionalisht dhe ligjërisht. Unë nuk do të hesht. Asnjë portal, asnjë komentues, asnjë njeri që mendon se mund të përdor lirinë e fjalës si armë shpifjeje nuk do të mbetet pa përgjigje. Dinjiteti im nuk është në shitje, e vërteta do të dalë dhe drejtësia do vihet në vend. Është shumë e lehtë të gjykosh dikë pa ditur të vërtetën. Është shumë e lehtë të bësh moralistin. Është shumë e lehtë të shkruash dhe të shash pas atij telefoni dhe shumë të tjera. Por nuk është as pak e lehtë të përballosh diçka të tillë, por po e bëj për fëmijët e mi, për dinjitetin tim dhe për çdo njeri që është gjykuar padrejtësisht në heshtje. Ju lutem, në vend që të përhapni dhimbje, përhapni mirëkuptim, përhapni kujdes. Shpifja nuk është lajm, shpifja është dhunë. Unë jam më shumë se një titull portali, jam një nën, një bi, një njeri. E them me zë të plot, gjithçka që është publikuar për mua është e pavërtet, një shpifje, një padrejtësi. Faleminderit nga zemra të gjithëve që më kanë qëndruar pranë me fjalë mbështetjeje e dashamirësi. Kjo gjë ka rëndësi më shumë se ç'mund të përshkruaj, kurse për atë pjesën tjetër që gëzon për dhimbjen e një femre, bie, nëne, ju them vetëm diçka. Do vi dita që do t'ju vi turp nga vetja. Unë s'jam si ju, dhe pse më vrat, nuk më bëni dot si vetja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.